Këshilli i Përgjithshëm i BDI-s pas mbledhjes së mbrëmshme u bëri thirrje të gjitha partive politike në vend që janë të përafërta me vizionin e tyre, si dhe kapaciteteve intelektuale, shoqërore dhe profesionale, tu bashkangjiten dhe të bëhen pjesë e formacionit politik. BDI mbetet hapur për inkorporimin dhe absorbimin e gjithë potencialit intelektual dhe politik në vend, me qëllim avancimin e politikave dhe vizionit që janë në interes të shtetit dhe të gjithë qytetarëve, pa dallim. Prandaj, kjo thirrje u drejtohet të gjithë subjekteve politike, asociacioneve shoqërore, intelektuale dhe profesionale, që të bëhen pjesë e BDI-s dhe vizionin ton të përbashkët për një shtet stabil, demokratik dhe të zhvilluar. Por sa janë të gatshme partitë e tjera që janë në koalicionin AKI të bashkangjiten në BDI? Kreu i ASH-s Arben Taravari në Klik Plus deklaroi se nuk e ka ndërmend të shkrihen në BDI, por janë të hapur për bashkëpunime. Asgjë të përbashkët s'kemi me BDI-n, ama asgjë hiç. Kemi bashkëpunu për zgjedhjet lokale dhe mendoj se duhet bashkëpunimi ynë të vazhdohe, por ne kemi strategjinë tonë, të cilën duhet ta përgatisim dhe ta prezantojmë në kuvendin e partisë që besoj se do të mbahet në 15 shkurt, strategjinë 10 vjeçare të partisë. Të përgatitemi për kongresin, e cila duhet të mbahet me shumë gjasa në vjesht të këtij vitit, kongresi i rregullt. Kështu që me BDI-n do të kemi bashkëpunim, edhe mund të kemi bashkëpunim, po të shkrihemi as që na shkon mendja, sepse asgjë s'kemi të përbashkët. Ajo është parti e majtë, ne jemi parti e gjatë. Partia Demokratike Evropiane, drejtuar nga Arjanit Hoxha, nuk e përjashton mundësinë. Zëdhën Siliridon Husseini tha se është për tu përshëndetur kjo iniciativë dhe se në kuadër të partisë do të mbajnë mbledhje të kuvendit qendror e më pas do të ulen për të biseduar me BDI-n. Në parim është për tu përshëndetur kjo iniciativë ku tregohet gatishmëri që pas kongresit dhe rifeskimeve që bëri Bashkimi Demokratik për Integrim të merr edhe këtë iniciativë. Andaj, në kuadër të partisë ne kemi thyrur mbledhje të kuvendit qendror nesër për të debatuar rreth kësaj iniciative. Absolutisht që do ta shqirtojmë dhe nëse kuvendi qendror i Partisë Demokratike Evropiane i jep dritë të gjelbërt, ne do të ulemi me BDI-n për të konkretizuar hapat e mëtuteshëm. Nga lëvizja Populli e Skënder Xhepi të Zejdi thanë se janë subjekt politik autonom dhe se kështu do të vazhdojnë edhe në të ardhmen si koalicion me BDI-n. Këtë temë nuk e kemi diskutuar në organet partijake dhe as që kemi në plan të diskutojmë sepse jemi subjekt politik autonom dhe kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Ne me BDI-n do të vazhdojmë bashkë si koalicion. Pas mbajtjes së Këshillit të Përgjithshëm nga BDI, po ashtu bën të ditur se në kuadër të kompetencave të tij statutore, kryetari Ali Ahmeti do të ketë në ekskluzivitetin për hapjen dhe trajtimin e temave që janë jetike dhe strategjike për vendin, që kanë të bëjnë me perspektivën evropiane, stabilitetin politik dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.